Me rastin e ditës botërore të luftës kundër kancerit, Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti i Shëndetit Publik rikujtojnë se duhanpirja përfaqëson një faktor të rëndësishëm rreziku për sëmundjet malinje, veçanërisht për kancerin e mushkërive. Sipas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik, shkaku kryesor i vdekshmërisë në vend gjatë viteve 2023 dhe 2024 janë neoplazit malinje të bronkeve dhe mushkërive. Përveç përdorimit të duhanit, faktor të tjerë rreziku për sëmundjet malinje janë edhe mbipesha, konsumimi i alkoolit, mungesa e aktivitetit fizik dhe ushqyerja jo e shëndetshme. Numri i përgjithshëm i personave të vdekur nga neoplazit malinje në vitin 2024 është 3958, prej të cilëve 2325 janë meshkuj dhe 1633 femra. Në të njëjtin vit, numri i të vdekurve nga neoplazit në moshë mbi 65 vjeç është pothuajse 2 fish më i lartë krahasuar me ata deri në moshën 64 vjeç. Nga Instituti i Shëndetit Publik thonë se çdo vdekje e katërt në Maqedoninë e Veriut shkaktohet nga kanceri. Shkaku i dytë kryesor i vdekjes pas sëmundjeve të zemrës dhe enëve të gjakut. Ata thonë se burrat preken më seriozisht nga ky kërcënim. Shkaku më i zakonshëm i vdekjes midis tyre është kanceri i bronkeve dhe mushkërive. Popullsia e moshuar është më e goditura. Ky trend alarmues nxjerr në pah nevojën për parandalim sistematik, kontrolle të rregullta dhe akses të përmirësuar në shërbimet shëndetësore. Dita botërore e kancerit, e cila festohet më 4 shkurt, ofron një thirrje globale për veprim, me diagnozë në kohë dhe ndryshime në zakonet e jetesës. Shumë nga këto tragjedi mund të parandalohen.